Dolce është kthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova pas një eksperience një javore në versionin italian të programit Grande Fratello. Ky rikthim i saj ka tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve dhe ka krijuar emocione të forta brenda shtëpisë. Bëni subscribe kanalin 5 Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Banori më i gëzuar nga kthimi i Dolces ishte Edi, i cili nuk i përmbahej emocionet dhe menjëherë vrapoi për ta përqafuar. Pas Edit edhe banorët e tjerë e kanë përqafuar Dolcen dhe i kanë uruar mirëseardhje. E njëjta krijoi një lidhje romantike me Eduard Kuqin, derisa pritet të shihet se si do të vazhdojë lidhja e tyre. Dolce gjithashtu ishte e lumtur me rikthimin dhe për përvojën që pati në Grande Fratello. Dolce u shpreh se është e gatshme të luajë në shtëpinë e saj, pra në Big Brother VIP Kosova.